që kam pa dhe vazhdoj me përsërit edhe 20 herë. Do me thonë, unë nuk po di pse s'po kupton Arben në qëtë punë. Bashkë me Halilin dhe me shumë kolegë tjerë, 5 vite gjysë këtu, edhe një 15 në për mediume tjera, kemi folë për konceptin politik të Albin Kurti të vetë vendosës. Kemi të regu ca rrezikshëm është, kemi të regu ku po shkon, kemi të regu ku është dami, kemi të regu që ka... Këti kemi thonë këto. Tashti, për një moment u qova dhe thash që realitetin e terren po flet diçka tjetër fatkeqësisht, tash ta u ktheva bone me pushtetën. Nuk është e vërtetë. Unë s'jam me asnjë pushtet dhe s'kam qenë herë. Dhe as do t'jem. Unë jam këtu në këtë karrike me folë se qysh unë e shoh nga perspektiva jeme se çka po ndodh me terrenin politik, domethënë në Kosovë. Tashti, për mu kthy, po mënova që sqarova që tash shpresoj që s'kam nevojë mu sqaruar. Jo, nuk ka nevojë. A mund të LDK-ja, pyetja është legjitime e Alilit. Është një vërtet, pse diskutohet për LDK-n. Është faktori kyç vendimars për këtë procese të rëndësishme në Kosovë. Dhe ka me qenë edhe tash. Ç'tash ka me qenë, mas një muje të presidenti. Pa LDK, s'ka zgjedhje të presidentit. Unë s'po them që e voton, po pa një vendim tyre që t'jen prezent, ose t'hyjnë koalicion, ose të bëjnë marrëveshje me vetëvendosjen për presidentin, pastaj kushtohen gjëra tjera. Unë nuk e di se si gjendet politikisht ky hall, por pa LDK nuk ka president Arben. Nuk ka harroni. Pse? Po nuk ka president pa LDK. Pse? Se s'mrrin korume. Sepse drinë është yuni, kushtetuta e dha do vëllat, edhe deputet, partia e cila e bën këtë frym, partia e cila nuk i ka fituar zgjedhjet. Jo, po partia e cila e bën këtë lëvizje, partia e cila i ka bë këto lëvizje politike zhdar, që është prit për LDK, s'ka qenë pikërisht LDK. 58 deputeti ka pasur në mandatin e kaluar lëvizja vetëvendosje dhe ka bërë president pa LDK-n. 57 i ka pasur. Jo, me LDK. I bie pa koalicion. Pa koalicion, po ka votu. Nuk i koncentruemi ndruar koleg. Jam shumë i koncentruar koleg. Unë po them pa koalicion, se ju po thoni s'ka pa koalicion. Me fotot tek tema bosh dua ta. Unë nuk thash se bëj koalicion, unë thash pa LDK nuk bëj. A bëni pyetje më apo ju? Nuk bëj presidenti pa LDK. Jo, mos me ekzistu parlamenti, nuk zgjedhet. O zoti a bëhet e drejtë. Është bo presidentja Osmani pa koalicion. Po me vot LDK-s. Çka ka fituar LDK? Me prezencë të LDK-s. Jo me vot, me prezencë. Unë nuk e thash formën edhe një herë. Unë nuk e thash formën se si bëhet. Unë thash pa LDK-n s'bëhet.